Mëlçia është organi kryesor i detoksifikimit në trup, çdo ditë ajo filtron gjakun, neutralizon toksinat, përpunon yndyrnat, hormonet dhe mbetjet metabolike. Kur mëlçia mbi ngarkohet, trupi lodhet, tretja ngandëlsohet, energjia bie. Ushqimi i durë ndihmon mëlçin të bëjë punën e saj natyrale më lehtë, jep ushqimet më të fuqishme të shëndetit e mëlçisë. Repat janë ndër ushqimet më të mira për pastrimin e mëlçisë, ato janë të pasura me betain dhe përbërës që ndihmojnë mëlçin të shpërbëjë yndyrrat dhe të largojë mbetjet toksike nga gjaku. Preshi vepron si një pastrues natyral i gjakut dhe mëlçisë. Ai përmban komponime sulfurike që stimulojnë enzimat detoksifikuese të mëlçisë, duke ndihmuar trupin të largojë metalet e rënda dhe toksinat e grumbulluara. Vaji i ullirit është një nga yndyrrat më të pastra për mëlçin. Ai ndihmon në nxjerrjen e toksinave të tretshme në yndyrë dhe përmirëson rrjedhjen e biles, e cila është thelbësore për procesin e pastrimit. Uthulla e mollës ndihmon aktivizimin e proceseve të detoksifikimit. Ajo mbështet balancën acid-alkaline, përmirëson tretjen dhe ndihmon mëlçin të shpërbëjë mbetjet metabolike. Shega është shumë e pasur me antioksidantë që mbrojnë qelizat e mëlçisë nga dëmtimet oksidative. Dashur miq, mirëmbrëma edhe një herë tjetër nga televizioni i NTV-s. Ju uroj që t'jeni të gjithë sa më mirë. Edhe një herë tjetër jemi përballë jush për të folur për një emision shumë të bukur, e cila me të vërtetë do të jetë me informacione interesante. Përballë jush unë në dorë, sepse emisionin e kaluar nuk e mora dot dhe këtë emision unë e kam me vete, është libri Pankreasi, organi i haruar, që librin mund ta gjeni në numrin e kontaktit 069 52 52 625. Ai është në disa librari të Tiranës, tashmë është shpërndar, dhe librin mund ta keni pranë dorës tuaj, ku mund ta merrni në këtë numër. Ai mund të vinë në gjitha qytetet e Shqipërisë, përfshirë këtu Kosovën dhe Maqedoninë. Shumë miq që më kanë pyetur që a mund të dërgohet jashtë vendit ose në shtetet ndryshme të Europës, fatkeqësisht momentalisht nuk është e mundur. Libri Pankreasi, organi i haruar, pra edhe një herë tjetër mund të gjendet në numrin 069 52 625 dhe mund të shpërndahet në gjitha qytetet e Shqipërisë, këtu përfshim Kosovën dhe Maqedoninë me anë të postës. Edhe një herë tjetër, faleminderit për mbështetjen dhe besimin. Kalojmë tek emisioni i sotëm, i cili do të ketë interesin tuaj dhe duhet që ta dëgjoni me kujdes dhe me vëmendje. Unë sot do të flas për mëlçin, edhe për ato ushqime të cilat ndihmojnë në pastrimin e mëlçisë. Ne kemi prekur pak këtë temë, pra kemi thënë për funksionet e mëlçisë, kemi thënë në lidhje se cilat janë ato proceset më kryesore të mëlçisë. Por sot do të zbresim akoma dhe më thellë në funksionet e saj. Tani çfarë bën mëlçia? Lodhja nuk është vetëm nga stresi. Pra shumica prej nesh ndonë se lodhjen e krijojmë ose mendojmë sikur e kemi vetëm nga stresi, por në fakt lodhja nuk bëhet dhe nuk shkaktohet vetëm nga stresi. Këtu kemi shumë faktorë. Një ndër këto faktorë është edhe mëlçia e ngarkuar ose mëlçia e mbushur me toksina ose me papastërti ushqimore. Tani, mëlçia është një ndër ato organe që i kemi shprehur disa herë dhe ka aktivitet sekretor, pra ka funksion egzokrin, ka dhe funksion endokrin. Mëlçia është edhe një ndër organet më të rëndësishme sepse bën procesin e glukoneogenezës. Procesi glukoneogenezës do të thotë që përdoren prekursor jo glucidik dhe formojnë glukozën. Prekursorët jo glucidik janë laktati, piruvati dhe disa aminoacide të tjera, laktati, piruvati, gliceroli dhe disa aminoacide të tjera të cilat futen në strukturën e citoplazmës, në citozol, nga citozoli drejt ciklit Krebsit, drejt mitokondrisë dhe më pas formojnë glukozën. Por mëlçia nuk qëndron vetëm me këto procese, ajo neutralizon të gjitha toksinat të cilat trupi jon i merr nëpërmjet ushqimeve. E zëm, kur trupi jon bën tretjen e ushqimit, tretje, zbërthim, përthithje, transport, mëlçia i merr gjitha ushqimet nëpërmjet sistemit venoz portal. Dhe vena porta është ndërtuar nga 3 nëndeg, që janë vena mezenterike superiore, vena mezenterike inferiore dhe vena lienale. Këto çfarë bëjnë? Këto mbledhin ushqimin, kryesisht jo lipidet, por sheqernat, aminoacidet, proteinat, dhe më pas vitaminat, mineralet dhe ja dërgojnë mëlçisë. Mëlçia nëpërmjet kapilarëve sinusoidal, makrofagëve, nëpërmjet disa proceseve aty i neutralizon dhe heq bazat azotike, të cilat janë më të tepërta, pra bën të mundur heqjen daminim, karboksilim, heq një pjesë të azotit, heq disa atom me karboni dhe fut në qarkullimin portal përsëri nëpërmjet vena kavës, duke ja dërguar zemrës. Pra,
Mëlçia është një organ që merr gjak nga dy degë kryesore, nga arteria hepatike communis ose nga dega arteriale që përbën gjak të pasur me oksigjen dhe nga sistemi venoz ose nga degët venoze, të cilat përbën një gjak me nivel më të ulur të oksigjenit. Kur ne ndijmë lodhje, kur ne ndijmë probleme, shputat e këmbëve ose ato mpirjet, kruajtjet e këmbëve, duhet të pyesim një herë mëlçin, sepse mëlçia është një ndër organet më kryesore që merr pjesë në detoksifikimin dhe në pastrimin e metabolitëve toksik, papastërtive ushqimore, muramildipeptideve, triacilipopeptideve, trimetilaminave të ndryshme, të cilat formohen nga sistemi tretës dhe i dërgojnë mëlçis. Janë disa lëndë të cilat quhen kadaverinat, ose ato të cilat ne mund të konsiderojmë dhe poliaminat, që këto oksidohen, apo disa lëndë të tjera të cilat formohen dekarboksilimi i aminoacideve. Mëlçia dhe njëherë tjetër merr gjak venoz nga vena porta dhe gjak të oksigjenuar nga arteria hepatike communis. Këtu kemi dhe qarkullimin e vogël, prandaj që është shumë e rëndësishme që zorët tona të jenë sa më shumë të pastra. E dini çfarë më bën përshtypje dhe mund ta them më mërzit ose më trishton pak, sepse shumë njerëz që unë shikoj marrin rreth 11 apo 12 suplemente në vizitat ose në konsultat e tyre që bëjnë. Por kur sistemi tretës ose aparati digestiv është i ngarkuar, 12 apo 13 suplemente të cilat merren duke nisur që nga vitamina A, D, K, vitaminat B, mineralet të ndryshme nuk vlejnë sepse bariera intestinale është e dëmtuar. Dhe nëse është e dëmtuar bariera intestinale, atëherë vitaminat, mineralet nuk përthithen siç duhet dhe formojnë papastërti në funksionet e mëlçisë. Dhe mëlçia përdor glutationin, përdor alfa-lipoikun, përdor disa reaksione enzimatike, komponent sulfurik për t'i larguar këto metabolit. Këtu është zora e hollë dhe zora e trash, përthithja e cila bëhet këtu nëpërmjet vileve, mikrovileve, nëpërmjet reaksioneve të ndryshme enzimatike. Më pas aminoacidet e thamë edhe pak më parë, peptidet, tripeptidet, dipeptidet, disa minerale dhe kryesisht vitaminat që nuk treten në yndyrën, se vitaminat të cilat treten në yndyrën A-ja, D-ja, E-ja dhe K-ja nuk transportojnë të gjitha me anë të sistemit venoz, por me anë të kapilarëve limfatik në formën e kilomikroneve. Dhe këtu me anë të qarkullimit portal shkojnë drejt mëlçisë dhe mëlçia me anë të vena cava inferior ja dërgon zemrës. Zemra me anë të qarkullimit të madh të gjakut i dërgon në mushkëri, pra në pjesën e alveolave, dhe ky gjak i papastër me oksigjen çfarë bën? Mbushet me oksigjen, pra niveli i tij i dioksidit karbonit ulet dhe niveli i oksigjenit rritet. Dhe më pas e shpërndan me anë të qarkullimit sistemik, sepse janë dy qarkullime, sistemiku dhe portali. Sistemiku portal është ai i cili dërgon gjakun nga mëlçia në pjesën e zemrës, në pjesën e mushkërisë. Ndërsa qarkullimi sistemik është ai sistemi i cili bën të mundur kthimin e gjakut nga mushkëria drejt zemrës, venave pulmonare, e dërgon drejt atriumit të majt, atriumi majt drejt ventrikulit të majt, ventrikuli majt drejt aortës, aorta drejt aortës ascendente, aorta torakale, aorta abdominale, veshkave, trurit e të tjera me radhë. Mëlçia është një ndër ato organe kryesore që nëse ne ndijmë dhimbje, nëse ne ndjejmë lodhje të vazhdueshme, problematika me pagjumsinë, problematika me atë që quhet kruajtje vazhdueshme duarve, mpirje e shputave të këmbëve, këtu heqim më një pjesën e problemeve të diabetit ose pjesën e problemeve të mykut nga atletet ose nga këpucët. Por problematika ose ajo që ne duhet na bëj më shumë merak është dhjamosja në pjesën e cipës së barkut dhe një shenjë kryesore që janë irritimet ose ato kruajtjet të cilat bëhen në shputën e këmbëve. Çfarë bën tjetër mëlçia? Mëlçia është organ që ne tham pak më parë, që prodhon dhe proteina plazmatike, albuminën, prodhon afërsisht rreth 3 gram albumin. Albumina bën të mundur mbajtje normal të vëllimit plazmatik. Pra mbron dhe mban në një balancë të caktuar vëllimin plazmatik. Krijon qarkullimin e dur për proteinat.
për lëngjet ose për lëngjet izotonike, për mineralet, që këto mineralet mos të pësojnë ndryshime. Pra prodhon albuminat, që albumina ndihmojnë dhe në transportin e acideve yndyrore, pas albuminave ngjiten dhe acidet yndyrore, ajo ndihmon dhe në mbajtjen e vëllimit normal të përmbajtjes plazmatike, pra të proteinave të plazmës, prodhon dhe proteina të tjera për sistemin e koagulimit, protrombina, fibrinogjeni, hemopeksina, haptoglobinat, të cilat këto janë të rëndësishme dhe për pjesën e protrombina është një faktor shumë i rëndësishëm për mpiksjen e gjakut. Fibrinogjeni po ashtu, hemopeksina, haptoglobinat, të cilat këto lidhen me procesin ose me sistemet të tjera. Kryesisht këtu kalojmë edhe në një foto tjetër. Hemopeksina zakonisht lidhet me proceset e gjakut ose me hemoglobinën. Nga ana tjetër, mëlçia, e tham pak më parë që merrte pjesë në procesin i cili quhet glukoneogeneza. Pra formonte molekulën e glukozës nga prekursor jo glucidit, nga prekursor jo glucidik, laktati, piruvati, gliceroli, që laktati dhe piruvati prodhohen ose formohen në pjesën përformohen zakonisht nga molekula të ndryshme dhe pas futen në citoplazëm, nga citoplazma në ciklin e Krebsit. Ndërsa laktati thuhet sepse prodhohet edhe gjatë ushtrimive ose gjatë aktiviteteve të larta fizike dhe në pas me anë të laktato dhe hidrogenazës konvertohet në piruvat. Dhe gliceroli është një produkt i acideve yndyrore, që gliceroli nëpërmjet glicerol kinazës, sepse glicerol kinaza ndodhet vetëm në mëlçi. Glicerol kinaza konverton glicerolin në një lëndë e cila përdoret nga pjesa e mëlçisë, që të përdoret dhe të futet në ciklin e Krebsit, që të konvertohet në hidroksiaceton fosfat dhe në gliceril aldehid 3 fosfat, pra glicerol dhe glicerol kinaz. Këtu kemi mëlçin, se ajo merr për të treguar më qartë se mëlçia është një organ aq shumë i rëndësishëm saqë nëse ne ndjejmë lodhje, nëse ne ndjejmë problematika me gjumin, nëse ne ndjejmë pareatit e shputat e këmbëve, menjëherë duhet të bëjmë një analizë totale gjaku për të parë transaminazat e mëlçisë, AST-ja, ALT-ja, GGT-ja, nëse këtu ka ngarkesa. Dhe mëlçia dëmtohet nga alkooli, duhanpirja, pagjumësia, ushqimet e rafinuara dhe ushqimet e përpunuara me nitrate të ndryshme, me ngjyruesit artificial, me aditivët dhe me konservantët të cilat janë kudo në raftet e marketit. Këtu është vena porta, që vena porta merr gjak nga vena splenike. Vena porta, degën më kryesore, ka venën splenike, që dhe hormonet gastrointestinale, të cilat sekretohen nga qelizat endokrine në qarkullimin portal derdhen dhe metabolohen nga funksionet hepatike ose nga qelizat e mëlçisë. Këtu kemi mëlçin, që e tham pak më parë, kjo është vena porta, këtu është një skaner, dhe në pas vena porta degëzohet në 3 degë: vena mezenterike superiore, vena mezenterike inferiore dhe vena lienale. Vena lienale zakonisht bën të mundur marrjen e gjakut nga pjesa e shpretkës, e cila ndodhet në anën e majt, dhe më pas vena mezenterike superiore mbledh gjak kryesisht nga pjesa e zorëve të holla, duodenit, nga pjesa e jejunumit, ileumit dhe nga një pjesë e konsiderueshme zorës së trash ose fleksurës skolike dexter. Dhe më pas vena mezenterike superiore, vena lienale e mbledhin gjakun dhe e drenojnë në vena portën ose në pjesën kryesore të sistemit venoz portal. Dhe vena porta e dërgon tek venulat më të vogla. Këtu kemi anën e majtë të vena portës, pra degën e majtë të vena portës dhe degën e djathtë të venës portale. Pra nga vena kryesore degëzohet në venula, më pas në pjesën e sinusoidëve dhe aty në venën qendrore gjaku përpunohet. Gjaku brenda ati ka mineralet, ka aminoacidet, vitaminat, peptidet, tripeptidet, përpunohet dhe dërgohet përsëri me anë të vena cava inferior. Pra vena cava inferior me vena portën janë vena të ndryshme. Vena cava inferior dërgon gjakun që është marrë nga vena porta duke dërguar në zemër. Dhe kujdes nga alkooli, duhanpirja dhe marrja e medikamenteve të shumt antibiotik pa miratimin e mjekut nuk duhen marrë sepse ndikohet direkt funksioni i mëlçisë. Edhe një herë tjetër, kalojmë tek ushqimet tani. Mëlçia bën edhe shumë funksione të tjera, depoziton B12-ën. Mëlçia mban nivelet ose jep në gjak aq sa
trupit i duhet molekule të glukozës. Pra bën të mundur balancën e niveleve të sheqerit në gjak. Nëse ne lodhemi, atëherë përdoren aminoacidet, që këtu është glukoneogeneza, dhe nëse ne konsumojmë ushqim, atëherë nuk ka glukoneogenezë, por nëpërmjet insulinës kjo glukoza konvertohet në glikogen. Pra bëhet depozitimi i molekulave të sheqerit. Nga ana tjetër, mëlçia bën edhe funksionet që ne i përmendëm pak më parë. Glukoneogenezë, glikogenolizë dhe glikolizë. Glikogenoliza është pjesa e shpërbërjes së glikogenit. Glukoneogeneza është prodhimi i glukozës nga prekursor tioglucidik dhe glikoliza është shpërbërja ose fosfolirimi i glukozës. Në glukozë është fosfat, fruktozë është fosfat, fruktozë 1.62 fosfat, gliceril aldehid 3 fosfat, dihidroksiaceton fosfat, acidi 1.3 bisdifosfoglicernik, acidi 3 fosfoglicernik, acidi 2 fosfoglicernik që nëpërmjet enolazës konvertohet në fosfoenol piruvat, fosfoenol piruvati nëpërmjet piruvat kinazës konvertohet në acid piruvik. Acidi piruvik përsëri futet në mitokondri nëpërmjet piruvatodehidrogenazës dhe më pas kondensohet me acidin oksalacetik për të formuar acidin citrik. Acidi citrik nëpërmjet akonitazës ose akonitat hidratazës konvertohet në acid izocitrik, acidi izocitrik më pas në acidin oksalosukcinik, acidi oksalosukcinik më pas në acidin ketoglutarik, në sukcinil koenzim N e të tjera me radhë. Pra ky quhet edhe prodhimi ose cikli Krebsit. Pra piruvati futet në ciklin e Krebsit dhe piruvati zakonisht për të futur në Krebs kërkon ose për të shpërbërë kërkon piruvatodehidrogenazën që dekarboksilohet. Tani cilat janë këto 5 ushqime? Unë do të klasifikoja numër 1 ato ushqim që quhet repat. Repat ne njohim që të gjithë ose është një perim e tillë. Zakonisht mund të ngatrohet edhe disa herë me panxharin, por nuk është fiks panxhar. Quhet rep. Dhe këtu janë repat e bardhë dhe repat e kuq. Më së shumti unë jam tek përdorimi i repave të bardhë. Repat e bardhë përmbajnë komponent sulfurik, të cilat quhen metoksicistein sulfoksidet dhe disa lëndë të tjera të cilat quhen sinapoil malati. Pra metilcistein sulfoksidet dhe sinapoil malati. Këtu do t'ua tregoj edhe me ushqimin numër 1 i cili bënte të mundur pastrimin e toksinave të mëlçisë janë repat. Janë 2 kategori ose janë 2 nënllojë të tyre, repat e bardhë dhe repat e kuq. Dhe unë do t'u them edhe pjesën e metodës së gatimit sepse dhe këtu duhet kujdes. Repat përmbajnë disa lëndë të cilat quhen sinapoil malat dhe metilcistein sulfoksid dhe kamaleksinat. Metilcistein sulfoksidet dhe sinapoil malati bëjnë të mundur largimin ose aktivizojnë dhe proteinkinazën adenozin monofosfat ciklikun dhe forcojnë sinusoidet e mëlçisë. Por tani me kujdes. Kozgjatja e tyre është se ato nuk duhet që të zjehen ose nuk duhet që të kenë një temperaturë shumë të lartë dhe nuk duhet që të bëhen në kozgjatje shumë të larta. Ato mund të kombinohen me limon, në sallatë ose në një zjerje të pakët 5 deri në 6 minuta në një temperaturë e cila mund të jetë 70 ose 80 gradë, por mos të vloj ose mos të zihen më shumë se sa 15 ose 20 minuta sepse komponentët e tyre të cilat quhen sinapoil malati, metilcistein sulfoksidet, kamaleksinat mund të shpërbëhen dhe ne nuk mund të marrim vlerat e duhura. Prandaj kozgjatja e zjerjes së tij ose vlimit mund të jetë 5 deri në 6 minuta në një temperaturë jo shumë të lartë, 70 deri në 80 gradë dhe mund të kombinohet me vajin e ullirit dhe me limonin, por mund të bëhet edhe në sallatë. Ushqimi numër 2 që unë e kam shumë të rëndësishëm që e kam përmendur dhe në emisionet e kaluara. Vaj i linit. Vaj i linit përmban plastro përmban disa lëndë të cilat janë shumë të rëndësishme, plastrokromanolët. Do kalojmë pak tek vaj i farave të linit, pra ushqimi numër 1 ishin repat, ndërsa këtu vim tek i dyti. Vaj i farave të linit, plastrokromanolët. Vaj i farave të linit ka veti antiinflamatore. Nuk është vetëm plastrokromanoli, por janë dhe ciklolinopeptidet, të cilat veprojnë si një antioksidant antibakterial. Ndërsa nga ana tjetër, vaji i farave të linit përmban në një nivel shumë të konsiderueshëm vitaminën E, acid linoleik dhe oksilipinat. Pra oksilipinat, ciklolinopeptidet dhe atë që lëndë e cila quhet
Plastrokromanolët. Plastrokromanolët ndihmojnë dhe muskujt e zorës së trashët, ndërsa ciklolinopeptidet dhe oksilipinat ndihmojnë mëlqimin nga dëmtimet të cilat mund vinë nga alkooli, nga duampirja ose nga ushqimet e thata. Vaj faravetlinit nga ana tjetër përmbante nivele të konsiderueshme magnez, përmbante vitaminën E, përmbante vitamin B6, përmbante këto lëndë të cilat unë ua thash pak më parë, dhe një lëndë e cila është shumë e veçantë, linorpitidet, të cilat dhe këto ndihmojnë në rigjenerimin e qelizave të mëlçisë. Linorbitidet dhe ciklopeptidet ndihmojnë që mëlçia mos të grumbullojë shumë toksina dhe njëkohësisht të bëjë të mundur neutralizimin e këtyre toksinave. Vaj faravetlinit përdoret pothuajse nga të gjithë njerëzit, por me kujdes duhet të jenë persona të cilat kanë në një problematik të theksuar me funksionin e veshkave, që mund të ndikoj pak tek përdorimi vaj faravetlinit, por nga gjithë personat, vaj faravetlinit në një dozë si një lugë kafe ose një lugë çaj të përzierë me pak ujë nuk ka asnjë efekt negativ. Dhe vaj faravetlinit duhet të jetë jo i oksiduar dhe duhet të ketë komponent të lartë kryesisht dhe të acidit dokosaheksanoik apo të vitaminës C dhe të acideve yndyrore të shëndetshme, sepse vaj faravetlinit edhe një herë tjetër krahas ndihmës që i bën të mëlçisë ka dhe acid klorogjenik. Acidi klorogjenik nuk lejon rritjen ose sekretim shumë të lartë insulinës, madje acidi klorogjenik që ndodhet tek vaj faravetlinit ngadalëson zbrazjen gastrike dhe përmirëson aktivitetin e mukozës së zorës soll. Acidi klorogjenik nga ana tjetër bën të mundur që dhe muskujt e zorës trashë të relaksohen. Vaj faravetlinit është një produkt mjaft i shëndetshëm dhe për të ndihmuar në kapsëllëk dhe përdoret nga një lugë çaj 2 herë në ditë. Pra ndihmon mëlçin, ndihmon madje dhe zorën e trashë, sepse përmban plastrokromanolët, të cilët janë lëndë me veti antibakteriale, ciklolinopeptidet, plastrokromanolët, të cilët veprojnë përsëri si lëndë ose si agent antibakterial, të cilat nuk lejojnë proliferimin e viruseve, të baktereve të ndryshme dhe të papastërtive. Pra kemi plastrokromanolët, ciklolinopeptidet, oksilipinat tek vaj faravetlinit, ndërsa tek krepat kishim metilcistein sulfoksidet, kishim sinapoil malatin dhe kamaleksinat. Vim tek një frut tjetër që është kivi. Kivi krahas relaksimit dhe krahas kaliumit, vitaminës C, klorideve që ai përmbante, kivi nga ana tjetër është një ushqim ose është një produkt mjaft fantastik për të ndihmuar mëlçin në pastrimin e tyre, sepse përmban oktenol. Oktenolët së bashku me aktinidiloidët janë substanca me veti antiinflamatore dhe antibakteriale për të ndihmuar pastrimin e mëlçisë. Madje oktenolët, galaktolipidet dhe aktinidiloidët ndihmojnë edhe qelizat e mëlçisë, të cilat quhen hepatocitet, që të largohen papastërtitë ndaj tyre. Kivi mund të kombinohet me selinon, mund të kombinohet me karotën, mund të kombinohet nëse ju mund dëshironi me panxarin, por vetë konsumimi i kivit në stinën e tij ka veti shumë të mira për mëlçin dhe 1 deri në 2 kivi në ditë janë fantastike për mëlçin. Janë shumë të shëndetshme sepse përmban kloride, mos ta harrojmë që kivi përmban dhe nivele shumë të pakta, gjurmë madje mund ta specifikojmë dhe acidin aminogama butyrik. Acidi aminogama butyrik shërben dhe si një neurotransmetues lokal i disa regjoneve në tru. Madje është edhe i shëndetshëm për disa sekrecione të cilat veprojnë në mukozën e zorës së trashë. Acidi aminogama butyrik zakonisht sekretohet dhe nga disa qeliza nervore ose në sistemin nervor qendror. Tjetër përmban linalolin, përmban ato cilat ne i tham pak më parë oktenoli, përmban lëndën e cila quhet aktinidiloidet, oktanoli, aktinidiloidet, kalium, magnez, vitamin B6. Ajo që e bën kivin të veçantë është prezenca e kaliumit, sepse hidraton edhe mukozën e zorës trashë, po ndihmon dhe mëlçin. Prandaj 1 deri në 2 kivi në ditë janë shumë të vlefshme, krahas mëlçisë, por dhe zorës së trashë. Këtu kalojmë pak tek preshi. Jemi akoma në stinën e dimrit dhe preshi për shumë tradita ose për shumë familje tradicionale në Shqipëri është një produkt ushqimor i cili nuk neglizhohet. Dhe preshi, lëngu i preshit
është shumë i shëndetshëm sepse ka veti antiinflamatore dhe antibakteriale. Nga për shumë breza me radhë, konsumimi i tij është bërë për infeksionet në vesh, për problematikat në fshikëzën e urinës, për bronkitet, trakeobronkitet, laringitet, infeksionet urinare të përsëritura. Preshi përmban ato komponente të cilat quhen komponentët sulfurik, profenil metilcistein sulfoksidet, profenil metilcistein sulfoksidet, përmban glikozidet, izotiocianatet, të cilat kanë veprime antibakteriale. Profenil metilcistein sulfoksidet janë një ndër antioksidantët më të fuqishëm të cilat ndodhen tek preshi dhe lufton përkundrejt infeksioneve të traktit urinar, përkundrejt problemeve me laringitet, bronkiteve dhe sistemit të dobët imunitar. Përmban kaenferol glikozid, kaenferol galaktozid dhe lëndën që përmendëm pak më parë, profenil metilcistein sulfoksid. Pra preshi, repat, përmendëm edhe konsumimin e kivit, që janë 3 ushqime të rëndësishme. Futemi pak tek ushqimi i katërt. Është konsumimi i vajit të ullirit. Vaji i ullirit përsëri nga traditat ose nga traditat cilat her pas here e kanë përdorur pra familjet shqiptare mund ta quajmë, madje i gjithë mesdheu e përdor këtë produkt ushqimor si një ilaç ose si një produkt çuditëbërës apo si një produkt i cili ka veti shumë të mëdha antibakteriale. E thash në kuptimin çuditëbërës sepse në sallatë, në gatime ai nuk ndahet. Por duhet bëhet kujdes vetëm përdorimi i tij që mos të skuqet dhe vlerat e tij mos të oksidojnë, sepse mund të konvertojnë edhe në veti ose në produkte të dëmshme, në metabolit inflamator. Prandaj, unë e këshilloj më shumti që të përdoret në sallatë. Vaji i ullirit përmban disa lëndë të cilat quhen hidroksid tirozol, përmbante tirozol, përmbante poliacetilen të ndryshëm, oleokeinat, oleokantalet, ligstrozid aglikonët, elanolik acid, oleokeinat, oleokantalet, dekarboksil metil oleeuropeinat, ligstrozid aglikonët dhe acidi elanolik shërbejnë edhe për të mbrojtur zemrën dhe mëlçin. Prandaj një lugë çaj vaj ulliri në mëngjes nuk lidhet as pak me kolesterolin, por dhe as me yndyrnat jo të mira apo me formim të triglicerideve. Vaji i ullirit është ilaç për mëlçin dhe për zorën e trash. Ushqimi ose produkti numër 5. Bëhet fjalë për uthullën e mollës. Pra përmendëm edhe një herë tjetër që ti mbledhim. Në fillim ne nisëm me repat të bardhë ose të kuq, që zjerrja e tyre nuk duhet të jetë në një temperaturë shumë të lartë, por kozjatja mund të jetë 5 deri në 7 minuta, temperatura 70 deri në 80 gradë. Ashtu është e mira që të jetë edhe preshi, por nëse zihet më shumë se sa 30-40 minuta, atëherë komponentët sulfurik, të cilat quhen metilcistein sulfoksid, të cilat quhen profenil metilcistein sulfoksid, ose komponentët sulfurik denatyrohen dhe vlerat e tij reduktohen. Pra repat, kivin, vajin e ullirit, preshin dhe këtu kemi uthullën e mollës. Uthulla e mollës përmban acid klorogjenik, përmban acid citrik, përmban acid malik. Kryesisht ku acidi citrik dhe vetë pH i uthullës së mollës është nga 2 deri në 3.5. Dhe është mjaft e shëndetshme për ata persona të cilat duan që të kenë ulje të vlerave të glicemis. Por kujdes, personat diabetik, të cilat kanë një kohë shumë të lartë ose kanë një kohë shumë të madhe me diabet dhe që janë në përdorimin e insulinave, mos ta përdorin uthullën e mollës pa indikacion të personelit mjekësor. Ose personat me diabet të tipit parë duhet të kenë shumë kujdes në përdorimin e saj, sepse acidi klorogjenik bën të mundur uljen e nivelit të sheqerit në gjak dhe mund të kenë provokime ose mund të kenë probleme me krizat e hipoglicemisë nëse përdorin për një kohë të gjatë. Prandaj, pa udhëzimin e dur të personelit mjekësor, personat diabetik për një kohë gjatë nuk mund ta përdorin. Dhe personat të cilët kanë një problem me stomakun apo me ulçrën gastrike. Ndërsa personat e tjerë, të cilat duan që të kenë një mëlçi më të shëndetshme, fal acidit citrik, acidit malik, të cilat
ndodhen tek uthulla e mollës, mund ta përdorin. Ajo ka një përdorim që mund të jetë nga një lug kafe deri në një lug çaj dhe për mendimin tim mund të hollohet patjetër në një gotë me ujë, mos përdoret esull, por pas 30 minutash dhe mos të ketë kohë zgjatje ose distancë të shkurtër me përdorimin e kafes, sepse të dyja bëjnë të mundur, mund të irritojnë mukozën e stomakut. Prandaj, të përdoren në distancë me njëra tjetrën, sepse kështu ndihmohet edhe mukoza e stomakut dhe sekretimi i mucinave. Pra, uthulla e mollës, preshi, repat, pajullirit dhe kivi. Janë disa produkte ushqimore, sepse kemi dhe finokun, karotat, feonikulinat, feonikulinat të cilat ndodhen tek finoku, piladiolët, ndërsa tek karota falkarinolët, falkarinitriolët, panaksiolët, panaksitriolët, gjëra të cilat janë jeshile dhe të stinës, gjithnjë e kanë ndihmuar njerëzimin. Këtu me përjashtimin e duhet të bëjmë vetëm kur kanë herbicide ose pesticide, që këto nuk mund t'i ndalojmë dot. Por gjërat jeshile dhe produktet cilat janë zarzavatet perimet përmbajnë flavonoid të rëndësishëm, që këto flavonoid të rëndësishëm ndihmojnë flavonoidet, polifenolët, antocianinat janë komponent organik, të cilat kanë veti antibakteriale, antimikrobiale dhe antivirale. Prandaj, gjithnjë në tryezën tonë duhet të kemi zarzavate, perime dhe fruta. Ju uroj miq, natën e mirë dhe miru takofshim në emisionet e ardhshme të Box Shëndetit. Natën e mirë.